Në qoftë se do të bërejmë sjelljen e bizneseve dhe kryesisht të rrjeteve të mëdha të retailit, luajnë fort me marketingun tradicional, me median masive, pavarësisht të gjithë pros and cons që mund të ketë marketingu tradicional dhe ai digital, ne nuk mund t'ja mohojmë vlerën që ka në komunikimin masiv të audiencës. Marketingu tradicional, media tradicionale, televizioni, por edhe komunikimi në outdoor apo në kanalet të tjera të medias masive përdoret dhe ka pa diskutim një efekt të shumë fisht, qoftë në rritjen e nivelit të shitjeve, rritjen e volumit të shitjeve, por nga ana tjetër dhe në rritjen e vizibilitetit të markës. Marketingu digital ka si avantazh kryesor faktin që shkon në një audiencë të targetuar mirë, ashtu si e kërkon vetë biznesi, pra nëse duam të fokusohemi në një rajon të caktuar, në një kategori moshe të caktuar etj. Dhe nga ana tjetër, sjell edhe shifra, sjell edhe mat efektin e një fushate të caktuar.